44 vjet mes pasionin për elektronikën dhe dashurisë për punën, edhe sot në moshën 68 vjeçare Zigur Çela vijon të ushtrojë profesionin e tij si teknik televizorësh, por edhe të riparojë çdo pajisje që lidhet me elektronikën. Edhe pse prej vitesh është në pension, ai pranon se nuk e ka menduar asnjëherë ta lëjë profesionin. Gjithçka nisi në një moshë shumë të re, gjatë kohës kur shërbente në ishullin e Sazanit, që prej asaj kohe pasioni për elektronikën nuk ju nda kur. Më pas ai vazhdoi këtë profesion në Vlorë, duke punuar edhe gjatë viteve para demokracisë. Merreni me rregullim televizorash, konkretisht cila është puna që ju bëni? Riparim televizorësh, paketa elektronike për pajisjet elektroshtëpiake. Paketet elektronike I heqin teknikët profesionistë të lavatriçet, frigoriferave, kondicionerave, I sjellin këtu, I riparoj, shkojnë I montojnë ata. Nëse televizorët vinë këtu, riparohen, provohet, jepet garanci klientit, merret. Sa vite ke që merresh me këtë zanat? Kam 44 vjet që merrem me këtë punë, vetëm me këtë punë. Mund të pyes çfarë moshe je, nëse ma lejon? Jam 68 e tha. Dhe nuk ke mërzitur asnjë ditë? Po asnjë ditë. Kam punuar për herë me pasion. Dhe gjithë puna ime për gjithë jetën ka qenë profesioni. Kolitiri, instrumentat. Përpara këtij sistemi kem punuar me ushtri, me divizion, ish në Sazani. Pastaj në Vlorë, aty te Bici Kaldrëmit kishim një laborator të ushtrisë. Filluam të ekim, u prish sistemi. Bëra një dyqan timin, vazhdova tërë kohën me këtë aktivitet. S'kam emigruar asnjë ditë për punë, s'kam kërkuar shpërblim apo punë në asnjë vend tjetër. I vetmi profesion që më ka ushqyer, kam krijuar familje, kam rritur fëmijë. Sigur nga kjo ka ardhur si të njëjtin funksion kryeni në Sazan, merreshit me këto Po elektronik. Elektronik. Kam filluar domethënë profesionin tim që nga llampat elektronike. Me llampa elektronike, baule ashtu. Me vakum, pastaj filluan me tranzistor, pastaj më vonë me qipe, pasi kemi arritur te procesorët janë shumë inteligjente. Sa orë I kushton Ziguri punës së tij këtu? Punoj 8-9 orë. 8-9 orë. Suksesi im në punë ka qenë korrektësia me orarin dhe këmbgulja për punën. Si ushtarak? Këmbgulja. Orari unë e kam. Unë një ditë pushim se kam bërë për qejf. Vetëm kur kam pasur një hap dhe të diellat vetëm mbas dite pushim. Sipas Zigurit, vite më parë kishte shumë më tepër punë, pasi njerëzit preferonin të riparonin televizorët dhe pajisjet e tjera elektronike. Me kalimin e viteve kjo situatë ka ndryshuar, pasi sot shumë pajisje zvendësohen më lehtë se sa riparohen. Megjithatë, ai thotë se profesioni nuk të lë asnjëherë, edhe sot punon deri në 9 orë në ditë dhe kënaqësinë më të madhe gjen pikërisht tek puna. Me fillimet e demokracisë, rrjeti elektrik në Vlorë, në gjithë rrethinat, ishte cilësi shumë e dobët. Energjia luhatjet krijonin shumë probleme. Plus televizorët ishin modele të reja, po më delikate nga goditja e energjisë. Atëherë kishte shumë punë. S'kishte natë të mos binte tensioni I lartë në një lagje, në një fshat, në një zonë, kaput e linjësh. Edhe ajo krijonte probleme. Se s'bën njerëz do falesh tek ne. Televizorët ishin me leku ishte me pakicë, nuk mund të blinin të gjithë televizorët të rinj, hasa u prishet ta hedhin poshtë. Tashi pak nga pak rrjeti elektrik është përmirësuar, televizorët janë ulur çmimet, është rritur prodhimi, është rritur dhe niveli ekonomik I klientëve dhe po se pati një në punë ka një tjetër apo një tjetër, po ka që edhe hedhin dhe poshtë shpesin fare për ta riparuar. Po në përgjithësi është vazhdon akoma të ekzistojë ajo mania për ta riparuar. Dashurin për profesionin e ka trashëguar edhe te djali I tij, I cili qëndron pranë në punishte gjatë pasditeve ose në ditë të veçanta. Sa u përket rinjve, 68 vjeçari shpreh se ata nuk e kanë të njëjtin pasion për profesionin, pasi shpesh kërkojnë të ardhura më të shpejta dhe punë me më pak mundim. Ke menduar ndonjëherë ta lësh si zanat apo e ke trashëguar? Kam djalin që merret me këtë punë, pas mua punon në një firmë, kështu paradite mbajmë garancitë. Mbas dite është këtu me mua. Tash neve na ka bërë më profesionist e para këmbgulja, e dyta edhe interesi dhe fukarallëk. Këta që jeni çik më plot, nuk janë dhe aq këmbgulës dhe nuk janë dhe aq nevojtar.
Unë zanatin e kam patur pasion, këtë profesion e kam patur pasion. E kam ushtruar me pasion që në fillim e kam bërë specializime që në atë sistem. Dhe e dyta, unë nuk i shikoja veten time në një punë tjetër që të integrohesha. Ishte vetmja punë që kisha aftësi profesionale për ta bërë, plus ishte vendi ku mund të jepi rezultate dhe mund të mbaja të ngrija ekonominë time. Edhe kjo më detyroi që të bëj vetëm këtë punë. Kam qenë i kënaqur me përfitimin dhe nuk e kam lëshuar asnjëherë. Unë s'di të bëj punë tjetër që të lë këtë. E dyta, unë dhe në kafe 5 minuta dhe duhet të çohem, nuk urri dot atje. Ndërsa këtu në dyqan më kalon dita pa problem, pa mërzitur. Në rrugë nuk bret dot, në kafe nuk rri dot. Këtu e kam si bekim. Është shumë e vështirë. Është e vështirë, do durim, mund të merresh me një çip më i vogël se 1 milimetër, mund të merresh 1 orë për ta vendosur në vend, sepse nuk vetë si do. Dhe do këmbgulje, do durim, do të mos mërzitesh, po të qese je tip që nuk duron dot, nuk e bën dot atë punë. Tash unë mund të ketë njerëz të apasionuar, po të rinjt tentojnë gjithnjë tek punët sa më të lehta dhe me shumë fitim. Për Zigur Çela, në profesionin mbetet një punë që kërkon mbi të gjitha dashuri dhe pasion. Janë pikërisht këto dy cilësi që e kanë bërë të mos i ndahet asnjë ditë elektronikës. Ai thotë se qetësinë dhe kënaqësinë e gjen tek puna dhe se do të vazhdojë ta ushtrojë këtë profesion për aq sa kohë do të ketë mundësinë.